Papa Francesku shfaqet të dielën e Pashkës në një karrocë me rrota. Asnjë paqe nuk është e mundur pa çarmatim të vërtetë. Papa Francesku është shfaqur në publik të diel të Pashkës, duke dhënë bekimin për mira besimtarë në sheshin e Shën Pjetrit në Vatikan. Papa, 88 vjeçar, doli një karrike me rrota dhe bëri me dorë nga balkoni i bazilikës së Shën Pjetrit drejt turmave që brorisnin poshtë saj. Shfaqja e tij është pritur me padurim pas daljes nga spitali muajin e kaluar, pas 5 javësh trajtimi për një infeksion që çoi në pneumoni të dyfisht. Në tekstin e Urbi et Orbi të lexuar nga imzot Diego Ravelli, Francesku nënvizonte se në sytë e Zotit do t'jetë është i çmuar. Sa vullnet për të vdekur shohim çdo ditë në konflikte të shumta që prekin të botës. Sa dhunë shohim shpesh në familje ndaj grave apo fëmijëve. Sa përbuzje ndihet ndonjëherë ndaj më të dobtëve, të marginalizuarve, mërkimtarëve. Do doja që këtë ditë t'i kthemi shpresës dhe besimit tek të tjerët, tek ata që nuk janë afër nesh, ose që vinë nga vende të largta me zakone, mënyra jetese dhe ide zakone të ndryshme nga ato më të njohurat për ne, sepse të gjithë jemi fëmijë të Zotit. Më pas, Papa kërkoi paqe në tokën e shenjtë. Jam i shqetësuar për klimën në rritje të antisemitizmit që po përhapet në të gjithë botën. Në të njëjtë kohë, mendimet e mia shkojnë tek njerëzit, në veçanti komuniteti krishterë i Gazës, ku konflikti i tmerrshëm vazhdon të gjenerojë vdekje dhe shkatërrim dhe të shkaktojë një situatë humanitare dramatike të poshtër. Paqe, ka shkruar Papa në Urbi et Orbi, lexuar nga imzot Diego Ravelli. Papa u shpreh se asnjë paqe nuk çarmatim të vërtetë. Nevoja që çdo popull duhet sigurojë për mbrojtjen e tij nuk mund të shndrohet në një garë të përgjithshme armës, ishte porosia e Papës. Të gjithë besimtarëve katolik dhe ortodoks i urojmë me këtë rast në këtë ditë të shenjtë të Pashkëve, gëzuar Pashkët